kur kryeministri i vendit flet për korrupsion, është e rrugës që të kthehet edhe kryeministri, edhe VMRO DPMN në të djathtë dhe në të majtë, po edhe përpara edhe të sheh gjendje reale. Nëse kthehet në të djathtë, do t'i sheh oligarkët të cilët janë krijuar gjatë periudhës së VMRO DPMN-s. Nëse kthehet në të majtë, do të sheh po ashtu oligarkët të cilët janë krijuar gjatë periudhës së qeverisjes së Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë. Nëse shikon drejt, do të sheh pasqyrimin e portretit vetë nga dritarja e veturës luksoze që kryeministri e vozit në emër të popullit. Ata të cilët kanë çelësat e veturave Maybach e Mercedes janë po të njëjtit të cilët kryeministrit Mickoski ja kanë dhënë çelësat e pushtetit për qeverisë me vend. Qëndrimi parimor i BDI-s edhe Aleancës Kombëtare për Integrim është që të kemi një veting të plot edhe procesit privatizimit, një nga proceset më kriminale në vend, është e rrugës të kthehemi në të majtë dhe në të djathtë dhe të shohim oligarkët të cilët kanë keqpërdorur pasurinë publike për të pasuruar personalisht dhe sot për të diktuar ekonominë e vendit dhe jo vetëm ekonominë e vendit, po të njëjtit diktojnë edhe politikën në Republikën e Maqedonisë së Veriut.